Të shtunën do të mbahet ndeshje shumë pritur e futbollit mes Shqipërisë dhe Serbisë në arenën kombëtare në Tiranë. Interesi i tifozëve për të ndjekur përballjen është i lartë, por numri i biletave duket se nuk i përgjigjet të gjithë kërkesave. Teksa ndodhemi 4 ditë para mbajtjes së ndeshjes, shumë tifozë po vuajnë për të gjetur një bilet. Sipas raportimeve, tashmë po ndodh ajo që ndodh zakonisht në prag eventesh kaq të ndjeshme. Biletat po shiten në treg të zi dhe çmimi i tyre në disa raste arrin edhe 1.000 euro, një shumë goxha e konsiderueshme nëse marrim parasysh nivelin e pagave. Shumë tifozë nuk po munden të sigurojnë qoftë edhe një bilet të vetme. Nga një vëzhgim i thjeshtë, mund të shikosh se në faqen zyrtare të FSHF-s në rrjetet sociale gjen komente ku persona të ndryshëm dhe të paautorizuar për shitje biletash ofrojnë bileta në treg të zi.